Task Forca e ngritur nga Bashkia e Vlorës zhvilloi këtë të njëjtë një aksion të gjerë kontrolli për gjatë vijës përgatare të Lungomares në kuadër të masave për garantimin e respektimit të ligjit gjatë sezonit turistik. Kontrollet u përqendruan te bizneset që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë, me fokus verifikimin e detyrimeve tatimore, dokumentacionit ligjor dhe zbatimin e rregullave për përdorimin e hapësirave publike dhe atyre të plazhit. Në këtë aksion morën pjesë Drejtoria e Aseteve në Bashkinë e Vlorës, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, si dhe Policia Bashkiake. Grupet e kontrollit inspektuan 10 subjekte, duke verifikuar nëse ato ishin në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi. Një nga prioritetet kryesore të aksionit ishte kontrolli i pagesës së detyrimeve tatimore dhe tarifave vendore, të cilat përbën një nga kushtet bazë për ushtrimin e aktivitetit ekonomik. Inspektorët verifikuan nëse bizneset kishin dokumentacionin e nevojshëm për zhvillimin e aktivitetit dhe nëse respektonin kushtet e përcaktuara në lejet e tyre. Vëmendje veçantë ju kushtua edhe administrimit të hapësirave publike, ku kontrollua nëse subjektet kishin zaptuar sipërfaqe më të mëdha nga ato të miratuara, ose nëse kishin vendosur pajisje, tavolina, çadra apo shezllong jashtë kufive të lejuar. Kontrollet ushtrinë edhe në plazhet që administrohen nga subjektet private për të verifikuar respektimin e sipërfaqeve të përcaktuara në kontratë dhe garantimin e aksesit të lirë për qytetarët dhe pushuesit. Sipas autoriteteve të Task Forcës, qëllimi i këtij aksioni nuk është vetëm evidentimi i shkeljeve, por edhe vendosja e standardeve të barabarta për të gjithë operatorët që ushtrojnë aktivitetin gjatë sezonit veror. Institucionet e përfshira në Task Forcën vendore theksojnë se respektimi i detyrimeve fiskale dhe administrimi korrekt i hapësirave publike janë element të rëndësishëm për zhvillimin normal të sezonit turistik dhe për ofrimin e një shërbimi cilësor ndaj pushuesve. Kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vijim, jo vetëm në zonën e Lungomares, por edhe në hapësira të tjera të qytetit dhe përgjatë vijës bregdetare, ndërsa autoritetet vendore dhe Task Forca kanë bërë të ditur se ndaj çdo subjekti që konstatohet në shkelje të ligjit do të merren masa administrative përkatëse, ndërsa bizneset ftohen të respektojnë detyrimet ligjore, të mos cënojnë hapësirat publike dhe të kontribuojnë në mbarvajtjen e sezonit turistik në Vlorë.